Përshëndetje të nderuar shikues, mbahet sot protesta e 35 në orën 19:00. Kjo protestë është cilësuar mbarkomtare pasi pjesëmarrja e qytetarëve dhe e diasporës pritet të jetë masive me kërkesën kryesore largimin e qeverisë dhe dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Ashtu siç e keni ndjekur dhe më parë nëpërmjet ekranit të News 24, diaspora ka mbërritur në Tiranë, shqiptar nga shtete të ndryshme janë bërë bashkë për të qenë pjesë e këtij tubimi të 35. Si çdo ditë, grumbullimi i qytetarëve dhe i protestuesve ka ndodhur dhe po ndodh në sheshin Skënderbej, siç e shikoni dhe nëpërmjet pamjeve në ekranin ton. Grumbullimi sot ka ndodhur më herët se ditët e tjera në këtë protestë mbarkombëtare. Ne do të jemi një transmetim maraton në ekranin e News 24 që nga fillimi i kësaj proteste mbarkombëtare deri në përfundimin e saj. Dhe në këto momente do të lidhemi me gazetarin Osman Stafa për të marrë një pasqyrë fillestare për atë që po ndodh në sheshin Skënderbej në këtë protestë mbarkombëtare të 35. Osman, përshëndetje. Na duhet I burë si pi. Na duhet, edhe si ju, Faleminderit, rafsh. Sa gazetari Osman Stafa të mund të jetë gati, ne jemi duke parë këto pamje nga sheshi Skënderbej ku qytetar të shumt me flamuj shqiptar janë grumbulluar tashmë për të qenë gati dhe për të qenë pjesë e kësaj proteste mbarkombëtare dhe këtij tubimi të 35, si çdo ditë grumbullimi I qytetarëve ndodh në sheshin Skënderbej dhe më pas vijon me marshimin në bulevardin Dëshmorët e Kombit, atje ku mbahen dhe fjalimet të ndryshme nga protestues të cilët shprehin ankesat e tyre dhe kanë kërkesën kryesore largimin e qeverisë dhe dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Shohim në këto pamje flamuj shqiptar, flamuj të shteteve të ndryshme, duke treguar amerikan, duke treguar dhe një herë që diaspora dhe pjesëmarrja e saj do të jetë masive në këtë protestë mbarkombëtare. Osman, përshëndetje, më dëgjon? Të përshëndes Qenkuela, atëherë në sheshin Skënderbej ka nisur edhe mbledhja e protestuesve në protestën e cila është konsideruar si një protestë mbarkombëtare ku diaspora do të jetë pjesëmarrëse në numrat konsiderueshëm është deklaruar, sikundër edhe qytetar të ndryshëm të Shqipërisë. Është ora 18:30 dhe protestuesit e parë kanë filluar të mblidhen. Pra mbajnë në duar pankarta, mbajnë në duar flamurin kombëtar të Shqipërisë, mbajnë flamurin amerikan, si një lloj kundërpërgjigje e atyre deklaratave se protesta është kundër Amerikës, protesta është iraniane, protesta është e rusëve, protesta është e grekëve e të tjerë. Pra, qytetarët duan të tregojnë se protesta është e shqiptarëve, qytetarëve që jetojnë këtu, të cilët nën këtë qeverisje kanë probleme të shumta që lidhen jo vetëm me korrupsionin, por që lidhen me padrejtësi të mëdha, mungesë të sistemit shëndetësor, mungesë të sistemit të arsimit, me shpopullimin, me çmime të larta të ushqimeve, me çmime të larta të apartamenteve. E për këtë arsye jetesa e shumë shqiptarëve, sidomos të rinjve, është bërë e pamundur në Shqipëri. Kjo është deklarata që kanë bërë shumë folës në këtë protestë. Mjaft më populli kërkon dinjitet, drejtësi dhe ndryshim. Është banderola që kanë hapur protestuesit ditën e sotme, teksa pritet që në pas orës 19 të nis edhe marshimi pra drejt kryeministrisë, sekundër ka ndodhur edhe në 34 ditët e shkuara, sot është e 35-ta ditë. Rama në burg, Berisha në burg, është thirrja e protestuesve, të cilët protestojnë për të 35-ën ditë radhazi duke kërkuar dinjitet, drejtësi dhe ndryshim. Kujtoj se është një protestë e cila organizohet jo nga partitë politike, por organizohet nga vetë qytetarët shqiptar, të cilët deklarojnë se
boll më për partitë politike që kanë qeverisur Shqipërinë në 36 vite, boll më për këtë qeverisje që sipas tyre ua ka vështirësuar atyre jetën, ka shumë qytetarë të cilët deklarojnë se nuk marrin dot drejtësi në gjykatat shqiptare, ka qytetarë të cilët deklarojnë se prindërit e tyre kanë qenë të burgosur politik në kohën e sistemit komunist dhe edhe pse kanë ndruar jetë në demokraci, ata nuk kanë marrë dëm shpërblimet e tyre, e ndërkohë janë fëmijët e tyre që i kërkojnë problematika të tjera të personave me aftësi ndryshe të cilët deklarojnë se ndihma që u jep shteti shqiptar është e pamjaftueshme për të paguar vetëm qirat e jo më për të jetuar apo për të përballuar jetesën thuajse çdo muaj apo detyrimet që ata kanë. Pra, ka nisur sot me thirrje edhe pse jemi mësuar që marshimi të nis në orën 19:30 thuajse çdo ditë, ditën e sotme në këtë protestë mbarkombëtare. Mbledhja e qytetarëve ka nisur që në orën 18 dhe teksa shnon tashmë ora 18:30 qytetarët janë duke vijuar të mlidhen e më pas për të nisur protestën. Protestë e cila vjen në një moment kur kryeministri ditën e sotme ka edhe ditëlindjen. Shumë qytetarë kanë dëgjuar të cilët deklarojnë se ditën e sotme ditëlindja e kryeministrit do të jetë krejt e veçantë, por do të shohim se çfarë ata nënkuptojnë dhe deklarojnë, ndërkohë që vijohet me thirrje revolucion apo hajdutët si një formë ndaj politikës shqiptare. Kujtojmë që ka pasur protesta te kuvendi pra në ditën e martë dhe të enjte, ku situata shkoi deri në përplasje të forta. Protestuesit akuzojnë se policia i ka provokuar e përpasoj pati shoqërime